Episodin e këtij podcasti protagonist e vazhdojmë me një mysafir tjetër i cili ka qenë aktual për 3 muaj, por për pas këtyre 3 muajve me vitet të tëra, me dekadat të tëra i ka shërbyer muzikës, artit përgjithësi. Është një mik i imi, është një personazh që e keni dashur shumë, e keni adhuruar shumë, po besoj edhe e keni votuar shumë. Xuzi është sonte me neve në protagonist. Xuzi, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se gjeta Rajan. Kënaqësi me qenë me një podcast që duket fiks me qenë me një televizion. Fillimisht, urime festa e Ramazanit, nuk kemi pa prej që ka fillu ky muaj i shenjtë, urime, Zoti shpresoj që t'ju pranoj agjërimet dhe ta keni sa më shpejt të ditë mbetura. Uroj edhe ty të jetin urim dhe gjithë shikuesët dhe të gjithë atyre që janë agjërueshëm, janë me Ramazan, po dhe ata ndoshta që s'kanë mundësi me agjëru, të gjithë besimtarëve musliman, ju uroj festën e Ramazanit. Është një muaj i shenjtë, një muaj ku reflektohet, një muaj ku solidarizohesh, ku vetë njeriu, trupi njeriu, mendja njeriu është më ndryshe në muajin e shenjtë Ramazan. Mëshira e Zotit është kur më afër se këtë muaj dhe ju uroj agjërim të lehtë, po para se gjithash me shumë ibadet. Po fillojmë nga e fundit, po fillojmë nga Big Brother. Mirë po fillojmë nga Big Brother, nga ftesa kur ju bë edhe ajo çuditëra që personalisht nuk e kom prit që Xuzi ka me hi, nuk e kisha paramenduar që Xuzi ka me hi. Si erdhi ftesa, a e patë të vështirë ta pranoni ftesën me qenë Big Brother? Tani, nuk ka qenë e lehtë për mua me pranu, për më tepër e kum tregu edhe mrenda sa kum qenë disa herë dhe me qëllim po e tregoj edhe këtu. Vetë ideja për qenë Big Brother si lojë, si shumë çka sinqerisht është e vështirë, po shoqërisht për mua po flas personalisht. Për çka po e them sepse 4-5 muaj para se të ndodhte Big Brother VIP Kosova, unë kom qenë me një emision në një prej televizionin nacionale në Kosovë dhe më është bërë një pyetje për Big Brother në Shqipëri, se dhe atje ka pas që në fa mënyrë kërkesa për me qenë onë dhe më kanë pyet pse s'kum pranu, edhe përgjigjja ime ka qenë për shkak të besimit tim, nuk përkan me besimin tim. Edhe që ashtu e kom menduar, ashtu edhe kom thonë. Tani, gjua është prej turit edhe e kom ditë, kom thonë, ata që e kanë pa, kanë me thonë, wow, a pas ka ndryshu. Xuzi a pas ka ndryshu besimi ti, Zot falem, edhe me plot të drejt. Por me qëllim po duhet dhe me tregu që si njerëz e kem parasysh që qëllimet dhe shumë çka në jetë çka mundet me ndryshu brenda 24 orëve, mos flasim për një periudhë kohore 4-5 mujore, do me thonë. Në atë vitin kur unë kom pas kërkesa nga ana tjetër, ka qenë ashtu e momentit për mua dhe momentit kur këtu ju mftu, qëllimet e mia kanë qenë shumë fisnike, për më tepër patjetërsueshme, sepse familja em është në pyetje, është fëmiu em, tashmë është i njohur edhe publiku që përveç shumë fëmijëve që janë me nevoja të veçanta në vendin tonë, edhe vajza ime ka pas probleme të cilat më ndër faktikisht i takon kategorisë personave me nevoja të veçanta. Tani, shumeja fatmirësisht ka pas problem me ndëgjim, do me thonë shqisore, dhe sot falë Zotit edhe mjekësis, ajo është, do me thonë shumë mirë, ndërgjan, folë, por ka nevojë shumë i ndajtë afër gati, edhe gjithë shka për këtyre gjanëve janë të kushtueshme, derisa nuk bërë në vendin tonë, edhe derisa fatkeqësisht asnjë qeveri ende nuk kanë mujtë me bëjë shumë për këtë kategori të njerëzve. Dhe po du me thonë që qëllimi, kur ndryshon atëherë edhe mendja mundet me ndryshu, kështu që nëse dikon e kom zhgënjy me hyrjen time,
i kërkoj sinqerisht falje pa marrë parasysh kush ai person mund me qenë, por prapë thëmë qëllimet në jetë ndryshojnë, kur janë të paqëlqyeshme si familja e vladi, atëherë shumë çka njeriu duhet edhe me bajt ose me bërë jetë. E ki përmend edhe në Big mranda rastin e Sumes, ki përmend edhe raste tjera shumë personale, cilat realisht dikush nështë edhe kish hezitu, mi thonë, për pas në dhomën e rrëfimeve. Po. A ka ndodhur spontanisht, apo thjesht ka qenë një lloj... Kur të rrinë aty për rajan, çdo ditë 24 shtatë, me thonë, diçka nuk mundesh me planifiku çka po thonë, çka po thuaj, çka s'po thu, ose çka don me thonë, çka s'mundesh me thonë. Por 3 muaj kohë, një kohë ku ti nëse je aktiv, atëherë ki me tregu shumë çka. Nëse si aktiv, nuk tregon, ma pak vresh, del ma herët, ose tjera. Por jeta ka batica zbatica, jeta nga ka sprovu me shumë çka ma dek, mosha ime, kuptimin krahasu me ata që kanë qenë brenda aty, është një fesh më e madhe, do me thonë minimum, si 5-6 qarë. Por prapo thëmë që gjithçka aty brenda, çka ka ndodhë, çka është thonë një e vërtet, edhe që sinqerisht mendoj edhe shpresoj që s'paku ndoshta ndonjë këshillë jamja, ose ndonjë storje jamja, qoftë ndoshta e momentit jo e mirë, por mas një kohë e suksesshme, uroj që t'i ketë krypundin. Kur dole nga shtëpia, a ka pas në një rast që ju ka befasu, qysh njerëzit e kanë perceptu veprimin tënd, ato çfarë ti ke thonë brenda? Po, tani... Se ki pas mundësi ndoshta me pa dhe në rrjetet sociale. Unë në rajon s'kum qenë shumë aktiv në rrjetet sociale, edhe Instagramin edhe i kum pas krit privat, me thonë. Dhe momentin që kom ju, atëherë ka ndryshu gjara në rrjetet sociale, si do qoftë unë dhe njerë që kam pyte më falë si mi... A ka diçka që e kam perceptu ndryshe? Po, do me thonë edhe unë, kur kom ju mrenda, i kom thonë Sumes, po edhe bardhit, edhe pse djali jam i rritun shumë zë Sumes, jam me vjetë flasë, 7 vjetë, kom thonë, bab, ju lutna, mos lexoni komente, çka do që postuan gjatë kohë që jam aty, se njerëz shajnë, njerëz dojnë, njerëz mërzitën për ty, shumë çka do me thonë, atëherë ka profile të rreshme që është i prirur veç me të shajt, janë gjona që ndodhin, kështu që nëse shiqoni video, knaquni, por mos i komentoni se edhe pse më kanë thonë që po, jo më çfarë komente në grej, prapë di që i kanë lexu, edhe komente mund të ketë lloj-llojshme. Por e vërteta është e vërteta dhe dorën zemër, për mu jënë okej, aty këto ka diçka që ndoshta s'kisha pasur me pa, por kom vret diçka që në disa, s'po thëmë shumë, por në disa video një 2-3 raste, s'paku 2 jam i sigurt që është ndoj inteligencë artificiale, me zonin temë dhe me pamjen time, do me thonë vizuale, mrena aty, që e kanë rregullu, por okej, në rregull jena. Kjo është inteligencë artificiale. A ka pas raste për shembull kur brenda shtëpisë ke qenë loj, ke bë loj, për në një moment caktuar e ki kuptu që thjesht po bën diçka që mundet me qenë një realitet dhe diçka që mundet me pas impakt jashtë. Thjesht ke dal nga ajo struktura, nga ajo strategjia e lojës, dhe thjesht e ki kuptu që kjo ka një farë impakti në jetën teme kur dal prej bigut. Digjom, të betohem, Rajan, që aq pak komendu për jashtë, sa që është pabesueshme, por sinqerisht edhe kur ka pasur raste kur është thirrë për vëmendje, kur vllai mal ka kërku 10.000 euro mi jek për çmimit për me pa një video çka ka thonë Rajoni për mu, për familjen time, ose ai tjetër për këtë, dhe sidoqoftë, unë kom thonë çfarë do pyetje me ardhë ose vëmendje për mu, unë asnjë cent nuk e japi për çmimit madh, sepse nuk më vën përshtypje çka ke thonë ti, ai tjetri,
tinza me, për mua, familjen tema, çka do qoftë, e marr vesh kur dal jashtë. Do me thonë, gjithmonë ja kumlon çka do që është, e marr vesh kur dal jashtë, sepse nuk mundesh me mendu, nëse fillon me mendu, për vëqitoj qështu me folë që jam për jashtë me të në matematika, unë për veti s'paku dështoj, sepse jam njeri spontan, gjallë spontan edhe jam original, po menoj, qka e thome, nuk është që më bëjt fakt plane, s'paku në atë loj kur cash për plane me qymë është një orë e vjedhet për shafi, po menoj, është crazy world, ka që më rende. E preket finalen dhe trallë janë ata që në këtë moshë e prekin finalen sepse zakonisht hynë tri edhe me një strategji. A ka qenë lajm i mirë, lajm i gëzueshëm, momenti lumtur? Po, që me të thonë diçka të drejtën, kom qenë shumë herë i nominum aty, jom varë nga fotat e publikut, kom qenë mande edhe njerë në nominim, do me thonë, një orësh a 2 orësh publiku me mbajta, më shme mbajt më renda. Asë njëherë, sinqerisht zemra vrë, nuk më ka bo që muj me dalë. E kom pas zivet një rahati që cikë tilë, përveç gjysmë finale, kur kemi dalë në atë rrethin vicios 8 persona, edhe më kujtojt që, kom thonë dikujt, wow, jom ka ndi zemra. Kuptimin se zemra njëve na punon, po na nuk e ndim. Po momente, kom pas të rahura ma të shpeta dhe ma të forta, diqysh. Edhe shumë interesant, është anullu, ka dal i pari finalist, i dyti ka dal i dyti finalist, fund kur kom bet me Drenushën, edhe në atë periudën kohore një 2-3 minutë që kom kënu të spidovën veti, edhe shumë interesant, kur kina mbet veçun edhe Drenusha, të qysh, u qëtësua, mu qëtësu zemra, e vëdin nuk e ndi që atë rara që që ndiva, edhe të qysh e kom pas një siguri sikur në nominime. Edhe ashtu ndodhi, shkova në finale, po, do shta kështu si finale 5 vit, duket me e letë prej jashtit, po 21 persona kanë qenë aty ma tepër dhe ata s'kanë qenë ma aty. Me thonë, është një farë knatësie, satisfakcioni s'paku thu, edhe okej, në finale jam, edhe këtu më ndinë duhet qka do, por, si që thash, është, nëse veç i kom hi asaj loje, është shumë mirë që kom rria dhe kom prek deri ditën e fundit me 24 janajt në qëndrojt. A e kështë përsërit si eksperiencë? Jo. Jo pse nuk isha mujt me bo, bile dhe njerë kisha ditë qka me bo, sepse unë, kër unë kanë pyta, dërë me lujta, ki strategji, këmë thonë, jo, unë e veç zëtë muj me kona, kur gjë tjetër, edhe tu pa tu bo. Do me thonë, më dhe aty njerës vetë fillojnë të jap të epitete, ati po dhe me manipulu, ti ashtu që, e ti thu, për një me ola, që ishë më rë, por është një loj që zhvillot ose gjithë të muj me ndryshu në qanët. Nëse do të mund të bisedoje, pezojmë me Xuzin në një verzion 3, tash pas Big Brother. Verzioni Xuzit çfarë ka qenë? Me Xuzin me një verzion 3, Xuzi 2025. Çfarë kishte këshillu Xuzin? E birë, që ka bone birë, e bërëm birë, flaka, fire, ja. Jo, po bëj paka i gajnë së të shprejore, të rinë që shpo shprejnë, kur po i ndinë të njerë, por me thonë drejtën, është një shqytje e cila ka ardhë dhe një farë impakti, një farë elani, vullneti, zotja e reboft që ma ka jep këj izolim 3 mujor, por edhe, do me thonë, tani, karierë muzikuar për shembull? Po, kjo është ideja dhe, do me thonë, edhe një dhurat që më ka ofru pri Klan Kosovës në finale një këngë, me realizume me audio, me video, me gjitha, do me thonë, kanë marrë përsipër, edhe, do me thonë,
po ashtu edhe në muzikë, do me thonë, edhe me qunë në agjës temë, Arsim Bunjakun, edhe me Andosin, mikun temë, këngëtarin nga Ferizaj, jemi duke përgadit një trikongë kogja interesantit lezeqme, mas Ramazanit shohim, por po tomë ma ka hep një farë momente, Gjurgji 2025, inshallah e kemi shëndetin për kësmari, dhe qado që bojmë mundohemi me qenë sa më halal në të fanë. Dalime pak tek fëmiria juaj, tek pjesa, tek kujtimet e hershme. A ka ndonjë kujtim duz nga fëmiria juaj që e mbani gjithmonë në vete dhe që e cilëson që në një farë forme ky kujtim i fëmirisë, kjo përvojë e fëmirisë ka formësu në një farë forme? Tani, me më formësu, po më nëjë, kënë fëmiri është po të ndusha... Po më nëna po me më këthy ose me kuptu... Se nëse spjegojmë këj fëmirin, dhe gjatë. Natyrisht, ja e që, natyrisht. Por nga fëmiria ime, që unë shpaku po dhe ti, dhe gjenerata jote, ne jemi gjenerata X. Të me thonë gjenerata X që kemi provu edhe pa telefona, dhe me teknologi, dhe pa lufte, me lufte. Të me thonë, që e gjenerat jemi një gjenerata X, dhe mendoj që si fëmi, kum pas ashtë shumë kujtime, po mënoj, mos flasin familje, prind, por edhe prej shoqëris, lojt që i kemi lujt në atë ko, çka kemi bo, që kemi këndu, çka kemi bo. Por një moment nëse gjithmonë e kujtoj, dhe gjithmonë në datë caktuar, rikujtohet edhe në përmjet medjave, është vitin 1981, kom qenë 13 vjeqar, pa i mbush 13 vjeq, dhe bashkë me shok të mitë lagjës, kemi shku në të fontana në Ulpian, afer përballë konvikteve, dhe kur kanë qenë protestat e studentët e teknikën, policia në atë ku hedhshin gazlet qelshme ato si pushka që janë. Po aty ku i lenin ata pështet për murit një ndërtese, na i ranë fje dhe shkume dhe ja u kapëm i vjedhëm këtë ato, edhe veç i qumë dikun ma larga dhe i hodhëm jashtë. Dyqysh, ma kujtojnë gjithmonë fëmijërin, edhe kjo do me thonë që ju më rritë si fëmi me protesta. Do me thonë, protesta që për një fëmi 13 vjeçar është kur pa pas dhe në atë kohë, ki parasysh rritë është i bërë në 13 vjetë, zdin që ka protesta si fëmi, për njerësët që tha ta njerës, zëmë, policia, rrezik, tërnabdin, do me thonë, në kryte fëmisë, lenë kujtes pa të shumë. A ka pas njëtën tuaj, besoj ka pas, sepse se cili prej neve jemi sprovu në format të ndryshme, sprovohemi çdo ditë, është mirë që sprovohemi, sepse në një farë formë edhe pastrohemi këtë botë. A ka pas momente kur jeni ndi, humbur, edhe nuk keni di çka me bo, thjesht që keni te i kalu si moment? Pa dyshim. Ju një ndoshta disa herë, por mu i një me thonë që posaçërisht në vitet sa kum qenë në Gjermani, do me thonë në 1997, kanë qenë në periudha të bukura, po dhe të vështira, periudha kohës, pasi që jemi sprovu me shumë qka, do me thonë, pa ma parasysh aja kom bo vete, sa qka ka, për qëfar ka rezultu një sprove t'il, por ka da është zoti që posaçërisht gjatë luftës ne mu forcu shumë nga gjitha ajo çfarë kemi pa, çfarë kemi ndi, çfarë kemi përjetu si popull në Kosovë, me na forcu shumë, dhe po ashtu Islami, besimi, që prej momentit që kom fillu me praktikim të Islamit, gjithçka në jetën tem ka rezultu për të mirë dhe qoftë në qetësi, qoftë shpirtërisht, çdo formë, qoftë fatë të mirë në karrierë, do me thonë, Kristo. Po mandej vjen një sprovë tjetër,
e cila mandej është edhe më e fortë, që më e vështirë për ta i kalu, por derisa ne marrim sprovën që vjen prit lumit Allah, atëherë po mendoj që shumë ma lehtë e ki me kalu nëse i merë gjanat që ndodhin, gjithë shka ndodhë për një arsye. Asgjë nuk ndodhë pa arsye. Do me thonë, mandej tia jep kohjen pozitive, apo jo arsyes tonë. Por unë mendoj që gjithë shka është e te kalushme, sepse jam i sigurt dhe Allah nuk sprovan njeri më shumë që çka mundet me bajt, se çka mundet me bajt ai. Çka ban ti ndështë unë s'baj, ose kundërta. Po veç Perëndia e din punën e sprovave dhe neve që duhet me thonë miratëshi dhe që thujnë me u hapë derën. Nuk sprovan Zoti më shumë se sa që Mund është me shme. Po. Cila ka qenë ajo më e vështira që realisht në një formë apo tjetër ka udhëzuar që të fillosh? Tani, udhëzimi ka ndodhur më herët, elhamdulillah. Nuk ka ndodhur për shkak sprovave? Jo, ka ndodhur në kohën teme më të mirë. Po menoj, kur kom qenë 2006, do me thonë gjithë shka në regull, prind gjatë, prind të fort, në kuptimin e moshët që djali, bardhi, ka pa gjikun 7 vjeç, puna, emisioni, muzika, gjithë shka ka qenë on top, që thojnë vitet më të mira të karrierës. Po, kur dëmë Perëndia, ajtë këthen kur është momenti dhe momenti më ka qenë viti 2004 dhe po du me thonë që sprova që pa dyshim jam shumë i knaqën që jam sprovu dhe në atë sprovë është gjetë ilaçi edhe sot jam njëri ma i shumë. Është vajza ime Sumia, që në 2006 kur ka lindë në klinikë private, në Prishtinë lindja, ka ndodhur një infeksion intrahospitalor, cili pas 3 javësh, do të thonë moshën 20 ditë, është shfaq meningit bakterial, i cili ja ka humbë ndëgjimin në 2 veshë, do të thonë 100%, dhe mandej është dashur me shku në Londër, në Angli për 5 vite me familje, për të bërë operimin apo implantin kokleari është vendos në 2 veshët me 3 vjetë e gjysë për herë parë ka ndëgjuar dhe sot është 18 vjeç që Sumia, alhamdulillah, dëgjon folë shqip anglisht, shqip ndoshta pak më shumë me problem sepse është një gjuhë shumë më e vështirë se anglishtja, për shembull, por shumë jemi të kënaqur dhe Sumia ka vullnet, është definitivisht sprova e jetës tonë, ime e gruas, po dhe djalit tem, barit familjes përgjithësi, por pra po thëmë, falënderimi takon Zotit që na ka sprovu, na ka gjetë zgjidhje, ilaç dhe sot jena shumë të lumtur. Pas gjithë sprovave, si duket ka fillu periuda, po them, e mirë, e lumtur, e xuncit, periuda kur gjithë shka realisht po kthehet ka e mbara. Inshallah. Një prej tyre mund ta cilësojmë edhe takimin tuaj me vajzën, që ne ki shpjegu në për Po, media. absolutisht, po, ajo ka ndodhë tash bën 3 vite, 2025, do shta 2 vite e gjysë kanë kalu, po si do qoftë, po pas një periudhë shumë gjatë kohore. Përjetimi shpirtëror, po më intereson i takimi, me qenë se takimin e ki spjegu. A ke rati për i dardhës, ju. Qysh me ta shpiku, qysh o me rati për i dardhës, like, you know, është, jënë disa gjonara janë që ti i shpjegon me fjallë, po asë një që jep hakun. Su një jep hakun, sepse është moment që edhe me qëllu ti me mu aty, nuk i me mujt me më kuftu. E ki parasysh, do me thonë, ose kundërta. Por para se me u taku, gjithë shka ka qenë shumë e mirësardhë dhe pas një kohë bukur gjatë 29 viteve, me u taku me vajzën tem, e di që në opinion thuhet qysh bre 29 vjetë, hajtë me pas ndodhë vitet e 50-60, po jo sot, por besoni që ndodhen sepse
gjithmonë është duhet mu ditë pse, qysh, edhe ideja ka qenë që vajza em ka ushtrit me nanën e saj në Gjermani, dhe një kohë si e vogël s'kom dashtë me i prish mendimet e saj që i ka për familje, nuk e kom ditë, a është e njoftume për prindin që e ka babën shqiptar nga Kosova, se nuk i kom pas informacionet për i shëngrus tem, sepse kemi pas një shkëputje jo friendly, jo shoqërore. Dhe mandej, kur ka hyrë në adoleshencë, më kom fillu me kërku në rrjete sociale, por kurse si s'kom mujt me gjetë. Dhe ka dash Perëndia dhe pas 28 viteve me ranë kontakt në Instagram bashk, me shkunë zyrtarisht pas një 7-8 muajve në Gjermani, dhe mu taku me Kiarën, ka qenë një takim shumë i bukur, natyrisht emocionues. Jemi taku për 3-4 orë, kemi qenë bashk, ka ardhur bashkë me burrin e saj, do me thonë e martume, dhe po fatkeqësisht edhe Kiara ka një problem shëndetësor i cili natyrisht nuk e lejon një farë mënyre me kriju familje, sepse është multiply skleroz dhe që sëmundje duhesh, do me thonë është kronike dhe ti të ki nevojë për barna në baza ditore dhe pa tonë nuk bën. Me tonë nuk bën me mbesh asaj sepse fëmija rrezikohet prej barnave. Kështu që po është një situatë jo e mirë për prindin, po edhe më e vështirë për vetë fëmijën. A ki taku, ose a je dëgju me të pas daljes nga biku? A ka suportu? Po, ja, natyrisht. Edhe ideja është që Sumia dhe Bardhi, po Bardhi ka më pak kohë, Sumia shumë më shpesh është në kontakt me motrën e saj. Dhe po mendoj ajo për çak të shëndetit që ka mujt me ardhë, që ideja ka qenë me ardhë dhe ajo me vizitu në bik, po që shta shëndeti nuk e ka mujt shumë. Si ka ndikuar përvoja juaj me varësinë tek mënyra se si e shihni jetën sot? Edhe njerë? Si ka ndikuar përvoja juaj me varësinë tek mënyra se si e shihni jetën sot? A ndiheni shliruar nga e kaluara juaj? Absolutisht. Çfarë do varësie? Një jetë është e rëndë, sepse është obligim, i vetmi obligim edhe varësi që ne kemi nevojë dhe ta shfrytëzojmë çdo ditë sa më shumë, edhe çdo ditës është besimi tek Allah dhe ibadeti edhe namazi, do me thonë. Por në varësi tjera absolutisht nuk janë gjëra të mira. As sheqeri tepërt, as krypa, mos flas për mandej duhan, alkohol, droga e gjitha këto. Por siç thash, jam sprovu me shumë çka në jetë, ose kom sprovu vetën me shumë çka në jetë, po ashtu që mos më tingëllu që po lov fajt dikun tjetër, kurse që, por prapë thëmë, falenderojmë Zotit që ka ndodhë në një kohë të rinis dhe jo në kohën e pleqnis, do me thonë, sepse ka rastet kundërta, që ajo mande është edhe më e rëndë, por alhamdulillah, që gjithçka është mirë dhe shëndetshëm dhe pres më bua dhe qësh dhe shtu jeta e tutje. Çka do t'i thoshet një personit që është duke kaluar në atë çfarë keni kaluar një dikur? Uroj sa më shpejt t'jetë e kaluar atyre, sot ka mundësi shumë për të marrë ndihmë tek psikologët, tek mjekët, QKUK-ja ka shumë hapësirë, nëse vërtet doni të largoheni sa më shpejt për ta, dëgjoni këshillat e prindve, askush nuk ju don më shumë se prindi, dëgjoni këshillat sa më shpejt, tash është vonë, mos flas për nesër. Kështu që sinqerisht prej zemrës ju uroj asnjë
fëmijë mos të ketë probleme të tilla, e asnjë prind mos ta përjetoj fëmijën në atë gjendje, kështu që po, fatkeqësisht numrat po rriten në vendin tonë, por pra po them, asgjë nuk ndryshon realitetin, as alkooli, as droga, realitetin duhet ballafaqu me të, ponaj nuk ndihmon për të rregulluar situatë, asgjë që ti ke pas nevojë për të në baza ditore, pra po them, përveç ibadetit Allah që ja bëjmë që është obligim, po që është një obligim që shpirtnisht, po dhe fizikisht besa të kënaqë dhe të marrë të gëzuar. Na kemi qajt shumë shpesh nga rrëfimet që i kemi pa derisa kemi qenë në Big Brother, rrëfimet pothuajse secili më emocionues se tjetri. Desha pyes, a ka ndonjë rast kur keni qajt, por jo nga dhimbja, por nga gëzimi? Nga gëzimi, po, ka, natyrisht. Nuk po flas për Big, po në përgjithësi. Po, që po, kom qajtë për gëzimit, pa dyshim. Ka ndojnë me shikë. Ka ndodhë me qajtë për gëzimit, ideja është është veç me më kujtu, sepse rastet shumë të po me më kujtu një x rast për çka kom qajtë për gëzimit, sinqerisht rëhem po më janë kesë në shtashme. Du na më mendu ma gjatë, më shme të amara s'kona shqy, por besom që më ka ndodhë, jo një janë, po disa janë me qajtë për gëzimit, do me thonë, lot gëzime, edhe kur për shembull, kom pas babën, shembull konkret, djezi pas shpirti në Turqi, në një operim të zemrës, do me thonë, ka pas në ngushtim të damarve, është dosh me reagu me stenda, po shumë herë në 2004, do me thonë, Turqi, edhe di që kur ka hy ka qenë i bardhë, për mos me thoni i sarrit i verdhë, edhe pas që një ore kur ka dalë ka qenë i kuq si gjaku, edhe prej gëzimi që kom pa që ashtu kom nis me kajt, lot gëzimi ju më konë, që Allah u bo një mrekulli dhe një intervenim një orsh e këthej njeri një jetë dhe këtyre ati ndryshoj për një qëtë shkollë, do me thonë, bardhë, për njerë ftyre e kuqë ashtu plot gjak. Po dhe raste shumë tjera, do me thonë, sepse njeri ju emocionohet me shumë qka një jetë. Po sa që është aty, që që dhe ati storjet shumë ta që të kanë bo, edhe njëve aty banorve në kanë mërë me qajtë. Për që je i fort, ki përballu shumë provokime brenda Bigut, provokime të cilat personalisht se besoj që kisha mujtë mi te i kalu. Shto kom thonë edhe unë, rahen, por kurin më rana atër gjanët shijë ndryshëm, besëm, për ma tepër, po jam provoku, edhe kom provoku, dorën zemër, por me ato të që e kështu për lamje, të lashe që kom pas me disa persona aty, as njerë s'kom qenë iniciatori provokimit, po jam provoku, dhe ma ndi reagimi im ka qenë i njëti si me provokatorin, do me thonë, kom ronë provim, si qdo është me qenë ashtu, po ja që kështu ja, edhe së ndryshohet do të ajo, ki parasysh, por pra po thëmë, nuk është e letë me të provoku, dikush edhe me të pavërtetat, pa qena, diçka pësa e hamenda që është ashtu, dhe me të qujtë me epitetet ndryshme. Rëndë, idiot, ndoshta pash idiot, jo, po rëndë, i poshtër, i pa fej, pa ftyrë, ki 5 ftyra më, por, po thëmë, ti e këtin ku ën, edhe din që dhuna nuk ka vena si hapësira, para nuk të kisha reagu në Rajan, edhe t'ja kisha më shumë dikujt aty, le që isha dalë me zartësi, po ndoshta disa persona që, personi që ja kum shuën për marim, nuk e kam përgjy edhe mujnë me qenë pro meje. Po 95% ose 98% janë kunder me që ja kum shumë dikujt, që kum reagu në thonë shumë.
Kështu që, kur e din që dhuna nuk është diçka që kryen punë, ma mirë që Një dhe një prej banorëve Që kisha mbrapa që si qef me dëgju emrin. edhe një, Dhe një prej banorëve që S'kisha nuk dosh ke me qef me dëgju dëgju emrin. Zorin, emrin. po që zonë jo është da bashkë, ati se s'du me qenë shumë i vrash, po mu nuk më pëlqenë njerës që janë fake, janë falsë, edhe që shtihaven, edhe në diqesh, edhe jo ndoshta ata që më kanë ofendu e më kanë shajte, edhe unë i kom ofendu, po du me thonë, se di një shpresin tjera emra me përmendon, por unë mendoj që personi ma fake aty ka qenë Sara. Sara edhe... Që ki qëndru shumë afër Sarës. Po, amë sinqerisht, asgjë prej saj përveç që historie, pa lidhje, dhe ka shku deri në finale, that's it. Like, shumë fake, shumë kush e ka meritu ma shumë se ajo në finale. Rovena, Drenusha, Gresa, absolutisht po. Por qysh ka mri ajo, po besoj që duke mos qenë në nominim Driloni, duke mos u nominu, ata fansat e Drilonit kanë ndihmu me vota dhe Sara me shku në finale. That's it. Qysh përshet gjestin sot brenda Big Brother Albenja? Mas pari ju rrej shëndet, sepse është shumë e vështirë me qenë izolum ka kohë gjatë prej një izolime në një tjetër izolim me këtë tjerë personazhe që i ke lonë këtu, i ke njohë, shkoj kitë me një tjetër edhe model të debateve që bojnë, do me thonë, po du me jau të rëgu një fsheqi, që nuk është fsheqi, po është një lajm, një info. Si pas studiuesve psikolog, do me thonë, me famë psikolog shumë njërë, që kanë bërë studimin e lojës së Big Brother, të endemumit holandez, sepse ka tash dekada që bëhet kjo lojë, këtë formati televiziv, kanë arë në përfundim që nëse qëndrën për gjithë kohën mrenda 3 muaj e më tepër, kur del për aty, të vynë trupit tonë, mendjes tonë, i vynë 3 vjetë, për me anë gjendjen që shke qenë para se me i mrenda. Në më thënë, kjo është studimi tyre që e kanë bo, tash paramendo, gjesi sa vështire ka atje. Po për ta, ajo është happy guy, ajo është ashe hiperaktiv, është funny guy, më ndi musha e ti, pa obligime të që kështu, familjare, prind, motra, vlau, kanë qenë e kanë vizitu, të njën mirë, 3, okej, do me thonë, nuk ka fmi, gru, diçka që obligime ka në mbrapa, ndaj punë, të përgjeqme në institucion që duhet mi qenë. Ki parasysh do me thonë, dhe kur rafsha më su vrafsha në kuptimin më të mirë për thanë, por e di që e ka përkrajën time, absolutisht, duke njoftë edhe mrenda e kum dashtë gjesin si shpirt, sepse është shpirt i mirë, është gjalli këthyshëm, edhe by the way, e ka një të mirë që nuk ofendon. Gjesti nuk ofendon njerëz, nuk i shonë. Unë shpesher, do shta dhe musha jame, ja kum leju vetës atë luks, mi thonë gjesti, disa fjallë, a jas njerës më ka këthi. Kështu që është shumë gjalli mirë dhe i uroj definitivisht me fitu këtë vetë dhe nuk po shumë mundësi që dikush tjetër mundet me marrë titullin e kampionit. Si ka ndryshu mënyra e të menduarit tuaj rreth famës, prej kohës kur ki dalë mështë nga Big Brother? Tash edhe kjo është për të thënë, sepse edhe kur ju mi mrenda dhe mrenda më kanë pyet edhe banorët, unë kom thonë edhe në rrëfimin e jetës, unë në këtë format kom hy, vish për një qëllim, për një arsye, çmimi i madh, 200.000 euro. Sepse asgjë tjetër nuk
kesh futa të mrenda, sepse fama, kuptimin i famshëm. Unë për një mas kogja të madhe, gjërë, qoftë në Kosovë, qoftë në mërgatën shqiptarin në përbot, kom qenë një orë dhe me muzika dhe me emision të përditshëm, do me thonë medion publika në Radio Kosovë, tash e 21 vite një emision që është brand i Radio Televizionit Kosovës dhe brand që njerëzit gjithandej e njohin si emision nga radio për metropolin, flas dhe kom qenë edhe në televizion, do me thonë ka shku të njëjtën ku metropolin 2 kanale televizive me gjumit publik, por çka unë e kom ditë edhe kom prit që kanë me mjoft, janë të rinjt, deri dikon moshën 25 vjeç që zonë ma vonë, edhe kur zonë nuk ndiqojnë radio, nuk e shiqojnë televizorin, ki parasysh. Edhe ashtu ka ndodhë, mu vjen mirë shumë kur fëmijët 8 vjeç ndalin rrugë, mu fotografu, po më ndje edhe më dhem, pse ky fëmij mu me mjoft në përmjet Big Brother. Ki parasysh do me thonë, se jo më duket, po nuk është një format për atë moshë, pa të keqen e ti. Po edhe nëse prindi nuk dënë fëmija me shiqu në televizor, ai nëse ka një telefon, një kompjuter, ai ka me hy, edhe në TikTok kanë me ardha aty, ka me pa dhe ka me interesu dhe ka me të njoftë. Dhe me thonë s'ka ku i këtë kësaj sen, kjo punës famës, por është shumë e mirë se ardhur edhe po dyqysh, unë ju më konë gjithë për Tokë, Rajan, edhe vazhdoj me qenë, përdori autobusin urban në Prishtinë, autobusin ndërurban Prishtinë-Pej, se kom e gjatë problem, edhe vazhdoj më fotografu si në qytet, si stacion, si në autobus, si gjithandej është një far impakti kogja i madh, edhe po është një far kënaqësie, satisfakcioni në këtë moshë, edhe veç inshallah Allahu hajër e bën edhe hajtë për kësaj pune. Se Xuxi me të vërtet është për Tokë, unë dua ta sqaroj sepse kam dëgjuar edhe nga kolegë që banorët e Big Brother, tash ti quaj ish banorët e Big Brother, kërkojnë para për me shku në intervista. E Xuxi nuk e ka vënë një gjë të tillë. Po një më, po lypin parë këta. Është e vërtet? Bas të thënave prej kolegëve që nëse dëshiron me ardhë dhe ka një menaxher që realisht e ka që shumë në çmimin që ka që duhet me pagu për me shku. Bravo, mane, qashtu mane ju. Nuk e di, sinqerisht nuk e di, por i rritur me media, i zhvillu me media, e di që në Kosovë, as një televizion, as njerë, mu pagu nuk ka. Kum qenë, për mos me egzageru, prej pas luftës, për këto 25 vite, haj, 300 herë në emisionin të ndryshme, por në Shqipëri është një tjetër story, dhe flasë për 2 televizionin, do me thonë 2 media atje, Top Channel dhe Kilani. Sa herë ju ftu, do me thonë, ka qenë që s'ka rregulluar me akomodim, me transport, dhe një honorar titor, sepse ti po largosh, po shkon po punon që është normale. Tash nuk e di se kanë televizionet tona me musafir nga Shqipëria kur i marrin këto. Nuk e kam të kjarta pjesë, por në Kosovë le të lypin pare, pse jo, po mërë nëse ka që jo pagun, veç ma ndreqin edhe mu terrenin, që era e tjera më ndedhoni me kërku, që jam në rregull. Po s'do t'jem unë i pari që do të fillaj. Metropoli pju mungon dëgjuesve shikues sepse ka qenë edhe nëpër televizion e përmendet çka ndodhi në metropolin, çka ndodhi mes teje dhe Beratit. Jo, absolutisht kur gjë, emisioni ka vazhdu, edhe sot bile edicionin e javës të fundit e kom pas në nëve që është 11, Metropoli ka fillu në 2004, me bashkë me Beratin kemi fillu, kemi qenë bashkë deri në 2016, edhe unë në atë kohë kom pas pak mungesa për shkak të anglisë që të regova. Një 3 vjetë kom pas on and off. Do me thonë mungesa për shkak se ku ju ndash me shku për familjen angli. Ma dhe 2 vjetë kom marrë papagesë, kom qenë, do me thonë,
të kohë në Londër dhe kur jam kthy 2014-2016 kur jam kthy në mision tam në Metropol dhe në atë kohë më kam thirrë në Voice of Albania në juri 2016 edhe unë ju kom përgjigj pozitivisht asoj ftesë se një jetë vjen ajo edhe ka qenë diçka shumë më ka gëzuar ajo ftesë e tyre edhe ideja është që unë në atë kohë ja kom po vetës do me thonë që ose s'po kthena më në Metropol ose s'po shkoj në Voice se prap sa më ngova ka qko ta më në stabilizoha 2 vjetë prap tash hajgje 2 ditë më nga 3 ditë kështu që vendosëm në shku në Voice me lonë Metropolin Mirati ka vazhdu në 2020 nëse s'gabojnë 2021 edhe ajo është tërhek edhe kur është tërhekaj unë jam rikthy që Metropoli që kina formu që kom ideu mos me shku poshtë me e për një mundësi edhe mirë që e kom bërë sepse shumë mirë është ka jetës ta shumë me Delvinën, me kolegën time Delvina Aliti është ma e reson, është 30 vjeçare është shumë e aftë, është venitar me shumë të mirë në media në radiocionin e Kosovës. E përmend edhe pse u lidhe pak ma herët, po do e kisha përmbyll me atë se qysh dëshiron me të kujtu publiku, audienca, rinia, si Xuxi artist, si Xuxi bigut, apo si Xuxi një njeri që është për toke edhe është thjesht i dashur për gjë. Absolutisht kjo e treta, sepse edhe bigu edhe Krishtu mujnë me u harru, por me këndo që takuna, po besoj që e lo një shiet ëmbël, kjo e qenurit për toke ta japë knaqësi tillë, edhe definitivisht po, kanë me majtë menë si Xuxi, pa dyshim këngëtar, është artist që që ju e quni, por të ardhmën e afër besoj që kjo feedbacki që e ku marrë nga formati i fundit nga Big Brother ka me shërbi për të më mbajt në atë vi, po besoj edhe me gjitha këngë që jam të i pregaditë e që shpesoj të pranohen mirë. Xuxi, faleminderit shumë që ndave kohën t'jesh në këtë epizod të podcast Protagonist. Të uroj nga zemra gjitha të mirat, shëndet, edhe mos u ndal, dhe të tjetë Big Brother si një shtyllë, si një gur i mbar për sukseset e tuaja, projektet tuaja ta. Allahu e din çka qënë, kur qënë, pse qënë, edhe pra po thëmë, nëse është hajru rrët qëj, qëj hajt për i kësoj punë, për këti izolimi dhe gjithmonë duke me ndu pozitiv dhe uroj që dhe populli apo publiku ta pranoj mirë punën që do që servoj gjatë këti viti po besoj. Kishim Xuxin në Protagonist, shihemi në epizodin ardhshëm.